ky program është një program i cili lidhet me modernizimin e institucioneve tona vendore dhe me mundësinë që përmes tij institucionet të rrisin kapacitetet e tyre njerëzore që janë edhe problemi ynë më i mprehtë i kësaj kohe dhe i kohëve që vinë në rast se nuk fokusohemi me të gjithë forcën sot tek adresimi i tij. Me këtë duhet të them që Bashkimi Evropian edhe antarësimi në familjen evropiane janë një bekim për Shqipërinë. Por nga ana tjetër janë dhe një sfidë e madhe posaçërisht në nivelin vendor, pasi konsolidimi i nivelit të qeverisjes vendore është pjesë e pa ndarë dhe e pa tjetërsueshme e mënyrës së funksionimit dhe për mirë funksionimin e marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe një vendi antar. Një pjesë e konsiderueshme e mbështetjes evropiane për vendet anëtare lidhet me mbështetjen në nivelin vendor. Dhe një sfidë e konsiderueshme për vendet anëtare është që të kenë aftësinë të thithin mbështetjen e Bashkimit Evropian përmes dijes se si ta bëjnë këtë. Dhe në këtë pikë, ky program është kyç. Nuk janë 11 milion eurot e para thjesht si një shumë, por është i gjithë instrumenti dhe mënyra se si është i ndërtuar që duhet t'i bëj të gjitha bashkitë, jo vetëm të interesuara, por edhe plotësisht angazhuara që të kenë akses në këtë instrument. Unë kam besim që me mbështetjen e aktorëve të përfshirë në këtë dhe posaçërisht me mbështetjen e miqve të Gizit që kanë një kontribut të çmuar në ecurinë e pushtetit vendor në Shqipëri, pikërisht sepse përfaqësojnë një burim dije përveç se një mbështetje financiare të shtetit gjerman, por padyshim edhe me angazhimin në vetë parë të ministrit të pushtetit vendor, i cili vjen nga një eksperiencë shumë e suksesshme si kryetar bashkie, ne do të mund të bëjmë më të mirën dhe të nxjerrim nga ky potencial maksimumin e mundshëm për të gjitha bashkitë tona.